Gjatë prezantimit të punës 2 vjeçare në krye të Ministrisë së Brendshme, Ministri Pançe Toshkovski tha se janë neutralizuar 11 grupe të organizuara kriminale. Janë parandaluar 9 transporte ndërkombëtare të marijuanës dhe kokainës, ndërsa janë zbuluar dhe 3 laborator të improvizuar për prodhimin e drogës. Janë zbuluar mbi 1600 vepra penale, janë kallëzuar rreth 1900 autor, ndërsa janë sekuestruar rreth 6.2 ton drogë. Sipas tij, sasia e kokainës së konfiskuar është rritur me më shumë se 300%. Ministri tha se rezultatet janë arritur edhe në luftën kundër tregëtisë së paligjshme me armë. Janë konfiskuar mbi 550 armë zjarri, janë shkatruar një grup i organizuar kriminal dhe është shënuar rritje dhe sasi të mjeteve piroteknike të sekuestruara. Një nga projektet më të rëndësishme të Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë 2 viteve të fundit, sipas Toshkovskit, është funksionalizimi i sistemit qyteti i sigurt. Sipas tij, gjatë 5 muajve të parë, është shënuar ulje prej 40% e numrit të viktimave në aksidente trafiku. LSDM reagoi duke akuzuar se gjatë mandatit të Toshkovskit, vendi po përballet me shpërbërje të sistemit të sigurisë, skandale, partizim të policisë, mosndëshkim dhe mbrojtje të personave të përfshirë në kriminalitet. Sipas LSDM-s, një nga ngjarjet më tragjike mbetet tragjedia në Koçan, ku sipas opozitës, opinioni ka parë përpjekje për zhvendosjen e përgjegjësisë dhe mbrojtjen e funksionarëve aktual. Nga LSDM rikujtojnë edhe rastin në lagjen Taftaligje të Shkupit, ku pavarësisht disa denoncimeve për dhunë, një grua e re kreu vetvrasje së bashku me vajzën e saj. Po ashtu, përmendim rastin e Rosiçës nga Velesi, e cila u vra nga ish partneri i saj, si dhe rastin e vrasësit serial nga Staro Nagoriçani, për të cilin sipas tyre institucionet nuk reaguan në kohë.